Në një aktivitet me karakter kulturor dhe njerëzor të organizuar nga shoqata Nexhat, u mbajt një konferencë me pjesëmarrjen përfaqësues të shoqërisë civile, organizatave jo qeveritare dhe aktivistët angazhuar në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Ngjarja kishte në qendër trajtimin e një teme delikate dhe shpesh të heshtur, izolimin e individëve nga organizata MEK në kampin Ashraf 3 dhe shkeljet e drejtave themelore të njerëzit që lidhen me të realitet. Jemi mbledhur ditën e sotme në shoqatën Nexhat në qytetin e Bogradecit në kuadër të një projekti social dhe kulturor, një konferencë drejtuar të drejtave të njerëzit. Është një konferencë e cila në fakt nuk është hera e parë që zhvillohet në qytetin e Bogradecit, por me mbështetje të jashtëzakonshme të shumë pjesëmarrësve të cilët marrin pjesë në këtë konferencë, ne duam të solidarizojmë publikun dhe popullin shqiptar në kuadër të integrimit të komunitetit iranian në Shqipëri, të cilët janë të dezertuar nga kampi Mujahedin. Ky projekt do të pasojë dhe shumë projekte të tjera, do të shfaqet dhe filmi dokumentar Nëna Dashuria Ndarja që është zhvilluar në Gjirin Persik dhe në Dubai. Gjithashtu do të ketë dhe pjesëmarrje të disa shoqatave të tjera kulturore dhe artistike, të cilat operojnë për të drejtat e njerëzit. Fjalimi shumë pritur i Khalil Ansarian, një ish antar i MEK, shënoi kulmin e konferencës me një rrëfim të ndjerë drejt për drejt ai ndohet pranishmit për vojt personale brenda organizatës, vuajtjet, manipulimin dhe izolimin që kishte përjetuar për vite me radhë. ما امروز وارد شهر بوگرادس شدیم و در حال برگزاری یک کنفرانس بزرگ برای Përshëndetje të nderuar banor të qytetit Bogradec, sot jemi mbledhur këtu për të mbajtur një konferencë të madhe me qëllim që të zbulojmë krimet që organizata e Mujahedinëve ka kryer ndaj anëtarëve të saj. Gjithashtu kemi marrë shumë letra nga familjarë të cilët dëshirojmë të përcjellim tek anëtarët e burgosur dhe të mbajtur në kampin Manz. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet tona që të mund të çlirojmë miqtë tanë të cilët janë të kapur në burgun Manz dhe të ndihmojmë të hyjnë në botën e lirë. Jeta ekziston një strukturave të organizatës së Mujahedinëve dhe i ftojmë miqtë e mi që të çlirohen vetë nga ai burg. Gjatë konferencës, aktivistja Shpresa Blaçeri, e njohur për angazhimin e saj në çështje sociale dhe drejtat e njerëzit, doli fuqishëm në mbështetje të personat izoluar dhe familjet e tyre. Një moment prekës ishte prania live e familjarëve që përmes lidhje direkte dhe mesazhe të zemrës bën thirrje për drejtën më elementare të komunikojnë me të afërmit e tyre. Konferenca shoqatës Nexhat ishte më shumë se një aktivitet kulturor, ishte një thirrje për ndërgjegje, drejtësi dhe humanizëm që la gjurmë të çdo i pranishëm.